Kur flas që të përgatitemi për 2027-ën, së pari dua të them se pjesë e përgatitjes është të zbulosh dhe të përjetosh frekuencën tënde unike. Në momentin që je në kontakt me mekanizmat e trupit dhe mendjes koshiente që ti ke, navigimin e jetë, çfarë do ndryshimi që të vi, do mund ta bësh në një gjendje paqeje, relaksimi dhe nga një hapësirë dashurie për veten. Ra Uruhu, manifestori që solli këtë mesazh dhe këtë dije në tokë, thotë se thelbi i gjithë këtij informacioni është thjesht një mjet më i avancuar i kosciencës kozmike për të çuar çdo njeri tek tempulli i jetës, që është dashuria për veten. Ai fliste se shumica e vuajtjeve vijnë nga ignoranca dhe mungesa e dashurisë për veten. Dhe personalisht, pasi kam eksperimentuar dhe praktikuar për 5 vite këtë dije, e kam të vërtetuar që kjo është gjithçka dhe është pikërisht ajo që mjafton njerëzimit të kuptoj dhe të mësoj. Si të duash veten, në çdo hap dhe në çdo proces në të cilin po kalon. Në këto 5 vite të procesit tim personal, kam zbuluar se rënja e çdo narcisizmi që mund të kemi tek vetja apo që e shohim tek të tjerët e ka bazën dhe rënjën tek mungesa e dashurisë për veten dhe respektin për veten. Dhe për këtë nuk kemi faj ne dhe as nuk kemi këtë të fajsojmë, pasi kemi qenë një qytetërim që gjërat nuk janë bazuar në këto mësime. Madje kemi krijuar një sistem matriksi të sofistikuar që jo vetëm të mos e shohim dhe pranojmë këtë të vërtet, por që edhe të mbetemi në një rreth vicioz të mungesës së dashurisë dhe respektit për veten. Nga këtu buron çdo gjë që mund të ofrojmë vetes dhe të ofrojmë jashtë vetes tonë. Dhe siç e kam shpjeguar, ne nuk kemi dijen se si funksionojnë aurat tona. Njerëzimi është duke u përpjekur të zgjohet dhe të kalojë në një proces maturimi kolektiv dhe progresi evolutiv pa pasur informacionin dhe praktikën mekanike që i duhet për këtë. Çfarë dua të them? Imagjinoni, për shembull, që një prind i cili është gjenerator në aurën e tij kërkon nga fëmia që të sillet si një manifestor, që do të thotë kërkon nga ai diçka që ai nuk është. Dhe për këtë, ne që në fëmijëri kemi marrë mesazhe që diçka nuk shkon ose që nuk jemi siç duhet të jemi. Dhe këtu pastaj fillon procesi i ndrydhjes dhe i drejtimit të forcës së jetës dhe kosciencës së fëmijës në rrugën dhe në shprehjen e tij jo korrekte. Kjo ka të bëjë me kondicionimin që marrim që në fëmijëri dhe për këtë do bëj një video tjetër. Tani, siç e kam shpjeguar, yjet po lëvizin në një drejtim të ri dhe po ndodh në kolektiv një lëvizje masive, ku shumë njerëz nuk e gjejnë më veten në sistemin e vjetër të mënyrës së jetesës, dhe sidomos të punës. Imagjino në planetin ton janë 70% e njerëzve gjenerator, dhe ata gjenerojnë energji për të krijuar mirëmbajtur, për të vazhduar çdo gjë që mbahet në këmbë në këtë qytetëri. Tani imagjino që energjia e tyre në masë kolektive është pa kënaqësi. Kur një gjenerator operon në mënyrë jo korrekte, frekuenca që lëshon aura trupit i është pa kënaqësi dhe frustrim. Ose marrim pjesën tjetër të popullsisë, që është 30% e popullsisë, janë manifestorët, projektorët, reflektorët, dhe atyre u kërkohen nga shoqëria, nga kultura, që të gjenerojnë energji për ditë dhe vazhdimisht si gjeneratorët. Dhe këta nga ana e tyre kanë një frekuencë të turbulluar, që për manifestorin është zemërimi, për projektorin është të qenit i hidhur dhe për reflektorin është që të jetë i zhgënjur. Sigurisht që ka njerëz që këto i kanë zbuluar në mënyrë intuitive, e megjithatë nuk kanë informacionin e human design, që është më i saktë dhe jep një paqe të vërtetë të brendshme. Dhe kjo është duke ndodhur aktualisht. Informacioni human design është duke depërtuar në kolektiv dhe në një moment kjo do marrë një tjetër kosciencë dhe shumica e njerëzve që do kenë kontakt me këtë informacion do munden ta jetojnë magjinë e human design. Po si lidhet kjo me talentet? Siç e thash, jemi duke kaluar në një ndryshim shumë të madh kolektiv. Dhe ky ndryshim do vijë gjithashtu me ndryshimin individual të energjisë tonë. Për këtë arsye është e rëndësishme që ne të kujdesemi dhe të zbulojmë se kush jemi individualisht. Dhe human design na ndihmon të shohim se nuk jemi ajo që mendojmë se jemi.
Ne kemi lindur me një naturalitet dhe me një talent që është aty dhe pret të aktivizohet ose të shprehet. Shumica e njerëzve që kanë ardhur tek unë për trajnim ose për konsult shprehin pa kënaqësi, pa lumturi, sfida, vështirësi të ndryshme. Por tek rënja e çdo fjale që ata përdorin, unë shoh të njëjtën gjë. Unë shoh një esencë shpirtërore, një konsciencë, sido që ta quani, e cila pret të shprehet dhe pret të zgjohet. Dhe mënyra se si ajo është e shprehur në këtë dimension në mënyrë shumë të saktë është krijimi, të qenit krijues. Kjo lidhet drejt për drejt me talentet natyrale që ju keni. Unë kam zbuluar se kur një njeri është duke krijuar, është në energjinë e rrjedhjes së jetës, është në meditim të thellë dhe në një linjë me gjithë energjinë e universit. Unë kam zbuluar se kur një njeri krijon, është në një meditim të thellë dhe në një portal të fuqishëm shërimi. Nëse doni të përshpejtoni shërimin e vetes, të përshpejtoni qetësinë, paqen, filloni të krijoni. Çfarë do lloj talenti që keni? Mund të jetë kërcimi, mund të jetë vizatimi, mund të jetë këndimi, mund të jetë një vegël muzikore, mund të jetë edhe thjesht fjala e shprehur. Çfarë do lloj gjëje që ju vendos në këtë energji krijuese. Unë personalisht këto video i kam një mënyrë krijuese. Përdor fjalën për të sjellë një mesazh nëpërmjet frekuencës që unë jam duke trupëzuar në këto momente. Dhe kjo më vendos në një energji që është shumë e çiltë dhe shumë e pastër dhe ka fuqinë që të përmirësoj çdo aspekt në jetën time. Kjo është vetëm një dimension i talenteve. Talentet marrin gjithashtu edhe shprehje energjetike dhe siç e dini tani në gjithë planetin janë duke u zbuluar dhe duke dalë gjithmonë e më shumë teknika dhe praktika energjetike shërimi. Ju duhet pak kuriozitet, pak investigim dhe jam e sigurt do mund të zbuloni se në çfarë drejtimi rrjedh energjia juaj natyrale nga trupi juaj. Dhe për këtë arsye, pasi lidhet me trupin, Human Design është një mjet i mrekullueshëm i konsciencës, është praktik, është mekanik, është i eksperimentueshëm dhe ju mund ta vërtetoni hap pas hapi për veten. Kështu që mendoj se në 2026 një nga prioritetet që duhet të kemi është aktivizimi dhe praktikimi i talenteve, si atyre që mund të duken artistike dhe jo vetëm, edhe atyre që janë artistike edhe shëruese. Me këtë informacion do ta mbyll këtë video dhe do t'ju them se nëpërmjet krijimit ne aktivizojmë shprehjen tonë më autentike, atë për të cilën erdhëm të shprehim secili në mënyrë unike. Faleminderit.